Elbasani ka arritur të fitojë minimalisht, por me shumë rëndësi. Elbasani rikthehet në krye të Biznes superiore pas përfundimit të javës së 15. Vlen goli Cage në të 48 minutë, ndërsa Vllaznia, edhe pse me 10 futbollistë ka bërë rezistencë, por pa arritur tek barazimi. Tjetër pamje në Vlorë, atje ku Dinamo Ilir Dajes arrin të fitojë lehtësisht 3-0 me flamurtarin Vendës dhe të ngjitet tashmë në vendin e tretë në renditje. Të dyja ndeshjet e fundit të javës së 15 kanë ardhur në rrjetin e radio televizionit shqiptar në transmetim të drejtë për drejtë. Në Elbasan Arena ka qenë një ndeshje luftuar, teksa që në të 4 minutë ka ardhur i ndëshkuar i parë i Ferrataj, kjo për bunjakun e Elbasanit. Vllaznia përpiqet të rrezikojë me kundërsulm, ndërsa gjujtjen e Kastratit e ka pritur Janacek. Madje një minutë më pas, Kallaku është ndalur nga trau dhe topi më pas ka dalë jashtë. Shkodranët duke ulur ritmin, ndërsa në të 15 minutë, Murata i godet e pret Janacek. Tashmë barazohet numri i kartonëve të verdhë, teksa ndëshkohet krymi. Momenti më ideal për të kaluar në avantazh Vllaznia është me male në të 22 minutë, por në pozicion jashtëloje. Kuqeblut i prishin vetë gjërat, teksa Gjini ndëshkohet me karton të kuq. Një vendim i Ferrata që ka hasur në protestat e shkodranëve, që në fakt mendonin të verdhën për Bajramën, por jo për Gjinin. Ndëshkohet dhe Balaj me të verdhë për protesta. Fundi i pjesës parë është për Vendesit, por pa rezultat. Dhe sa po nis pjesa e dytë, Cage shënon pas pasimit të Lukilit. Vllaznia provon gjithçka për të barazuar me Kastratin, Qaton apo Kallakun, teksa ky i fundit godet traun, por goli nuk del në dritë. E në vëshëllimin e fundit të Ferratajt, 1-0 për Elbasanin. Në Vlorë, edhe pse në një terren të rënduar, Dinamo ka arritur të fitojë thellësisht 3-0. Flamurtari ka nisur me vrullë ndeshjen, ndërsa Marku ka goditur jashtë. Pas një minute, Maksuti pretendon për penalti, por Lata ka vijuar lojë. Nunësh provon në 2 momenta, teksa ndalet nga teqja. Dhe në momentin më të mirë të flamurtarit, vjet ndëshkimi i Dinamos me Lorenzo Vilën. Në pjesën e dytë, përtej ndonjë tentative të flamurtarit, Dinamo përsëri ka qetësinë për të shënuar dhe e bën në të 77 minutë me anë të Qefalis dhe në të 86 minutë me James, ndërsa asistet kanë ardhur nga Breku dhe Ferruku. Përfundimisht 3-0, e Dinamo që zhyt në fundin e ftohtë të renditjes flamurtarit, ndërsa vetë ngjitet në vendin e tretë.